Prania e shumë shqiptarëve në luftën e Sirisë është pasojë një politike financimi. Shteti Islamik, i njohur me emrin ISIS, është aktualisht grupimi më i financuar në botë për shkak të shitjes së naftës që ndodhet në pjesën e këtyre territoreve. Kosovari Vedat Gjymishti është një prej të paktë gazetarë të luftës që kanë ndjekur për 6 muaj rresht konfliktin në Siri. Fakti që ata janë jashtëzakonisht të fuqishëm në terren, në kuptimin e asaj që një formacion ushtarak me ide të tilla që në kuptimin publik deklarativ pe fuqive të mëdha është duhet me qenë aq i izoluar nga mënyra që ata po operojnë në terren, nuk po duket e tillë, po duket që ata kanë forcë të jashtëzakonshme. Vetë Gjymishti ka njohur në terrenin e luftës shumë shqiptarë që kanë luftuar për krah forcave rebele. Ai tregon se këta njerëz të rekrutuar vinë nga shtresat e varfra. Ajo çfarë po më shqetëson është që hajde pas kemi njerëz me këto ide që kanë kriju ose pas kanë lind ose që kanë bë. Pse të investohet në territore të caktuara, në vende të caktuara, financiarisht, që të krijohen njerëz të tillë? Shqiptarët ne nuk jemi të tillë, ne nuk kemi qenë ndonjëherë. Ne jemi bërë sepse dikush investoi për të bërë. ISIS është përfshirë në krimet e luftës kundër njerëzimit, ndaj ka ndodhur edhe vrasja e 2 gazetarëve amerikanë për të eliminuar dëshmitarët dhe për t'i dhënë një mesazh të qartë Shteteve të Bashkuara. James Foley që u vra në Siri është një nga dëshmitarët e krimeve të luftës. James Foley do të mund të isha unë, do të mund të ishte kushdo tjetër që është reporteri i luftës. Nuk është vetëm James Foley që është vrarë, është edhe Steven Sotloff, gazetari i fundit amerikan i cili është ekzekutuar. ISIS mbetet një kërcënim i hapur jo vetëm për vendet ku po zhvillohet aktualisht konflikti, por edhe për shtetet të tjera, siç janë SBA, shtet të cilit i ka shpallur luftë bashkë me pjesën tjetër të Perëndimit.